Vazhdojmë serinë e letrës së Kolosianëve, kemi arritur te kapitulli 3. Do lexojmë 17 vargjet e para dhe do të përfundojmë në 4 vargjet e para. Le të lexojmë fjalën e Perëndis. Në qoftë se pra u ringjallën me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndis. Keni në mendje ato që janë lart, jo ato që janë mbi tokë. Sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndinë. Kur të shfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë edhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me të. Vrisni pra gjymtyrët tuaj që janë mbi tokë, kurvërin, papastërtim, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmin, që është idhujtari. Për shkak të këtyre zemrimi i Perëndis vjen për mbi bijtë e mosbindjes, midis të cilëve dikur ecët edhe ju kur rronit në to. Por tani, hiqni dhe ju të gjitha këto gjëra, zemrimi, inatin, mbrapshtin, sharjen, të folurit e pandeshëm prej gojës suaj. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriu e vjetër me veprat e tij, edhe veshët njeriu e ri, që për të rihet në njohurinë, sipas shembullit të atij që e krijoi. Ku nuk ka më greka jud, rrethprerje dhe pa rrethprerje, barbara skitha, skllave të lirë, por gjithçka dhe në të gjithë Krishtin. Vishni pra si të zgjedhur të Perëndis, shenjtor dhe të dashur, për dëllim dhe mshurie, mirësi, përullësi, zemër butësi, zemër gjerësi, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin nëse dikush ka ankesë kundër një tjetrit, si mund të Krishti ju ka falur, ashtu bëni dhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë, dhe paqja e Perëndis, për të cilin ju thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja, dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati, në çdo urtësi. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotin me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjalë a vepër, i bëni në emër të Zotit Jezus, duke falendëruar nëpërmjet të tij Perëndin Atë. Ne di që kisha në Kolos është kisha re. Kolosi ishte një qytet ku kurvizoheshin lloj-lloj ideologjish, besimesh, filozofish, një lëmsh mendimesh në atë. Edhe pse ndodhi kështu, Injili i Jezu Krishtit erdhi aty me fuqinë e Perëndis. Në këtë xhungël besimesh, Perëndia solli fjalën e tij me anë të Injilit, lajmin e mirë. Dhe shumë veta besuan, shumë kolosian besuan dhe ku penduan, dhe u kthyen te Krishti. Por pavarësisht kësaj, ata kërcënoheshin nga mësimet e rreme. Kështu që Pali shkruan nga burgu për ta mbrojtur kishën nga këto mësime të rreme. Dhe përgjigjja e Palit, nëse ne do të ta përmbledhim në një fjalë për çdo problem, është Krishti. Dhe vetëm Krishti. Mesazhi i madh i letrës drejtuar Kolosianëve është që çdo gjë në botë përreth nesh u krijuar nga Krishti, nëpërmjet Krishtit dhe për Krishtin. Sepse ai sundon mbi të gjitha, ai mbështet të gjitha dhe ai ka shpenguar një krijim të ri. Çdo pjesë e cilë do të punojë së bashku për lavdinë e tij. Vargji sa po lexuam në kapitullin 3, nga vargu 1 deri në 17, mund t'i ndajmë në 3 pjesë. Dhe ai që do të përqendrohemi sot është vargu 1 deri në 4, i cili është themeli. Është themeli për një jetë të shenjtë në Perëndim. Pa themeli, i krishterë nuk mund të jetë si Perëndis i pëlqen. Pa një themel, një ndërtesë, nuk mund të qëndrojë e shëndetshme dhe e bukur. Dhe nuk mund t'i përballojë sulmeve të mësimeve të rreme dhe të trysnime të botës përreth që na përfshin. Kështu Pali në kapitullin 3 fillon me pjesën praktike të letrës, duke përshkruar se si të jetojmë këtë jetë si ndjekës të Krishtit, duke u bazuar në të vërtetat që ai ka shpallur 2 kapitull më lart, në kapitullin 1 dhe 2. Në vargun 1 Pali thotë se besimtarët ju thot besimtarëve se në qoftë se u ringjallët me Krishtin,
Dhe kjo në fakt vazhdon me ajo që Pali ka thënë në kapitullin 2, vargu 12, të varrosur bashkë me të, me Krishtin, nëpërmjet pagëzimit dhe ju ringjallët bashkë me të, bashkë me Krishtin, përmes besimit në veprueshmërisë të Perëndisë që e ka ringjallur prej së vdekuris. Po si u varrosën besimtarët me Krishtin dhe si u ringjallën ne besimtarët me Krishtin? Po nëpërmjet pagëzimit edhe besimit. Pagëzimi është një ceremoni e jashtme, një transformimi të brendshëm, edhe kjo është shumë e lidhur bashkë. Është shumë lidhur ngushtë me atë çfarë ka ndodhur në një besimtar për brenda, duke e shfaqur së jashtëmi me anë të pagëzimit. Kështu Pali thotë se u varrosën, domethënë u zhytën në ujë. U varrosën me Krishtin në pagëzim dhe u ringjallën me Krishtin dhe u ringjallët ju kur dolën nga uji, me Krishtin në besim. Po le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë jesh ringjallur me Krishtin. Të ringjallesh me Krishtin do të thotë që vetë jeta e Jezusit qëndron në ne. Kur ai dha jetën e tij për ne, ai na ringjalli nga varri ynë shpirtëror dhe na vendosi në fronin në qiell me të. Do të thotë që meqense ai është gjallë përgjithmonë, ata prej nesh që besojnë në Krishtin dhe i njohin atë, janë gjallë përgjithmonë gjithashtu. Ai na bashkoi me veten e tij, na bëri popullin e tij. Dikur të huaj, por tani bashkë trashëgimtarë të mbretërisë së Perëndisë. Kur na ringjalli, na dha jetë të re. Na quajti bij, na bëri një familje. Ishim një robë ndotur, por na bëri të pastër, na lau nga mëkatet. Na quajti të shenjtë duke na veçuar. Pra ne marrim pjesë në vdekjen e tij dhe ne marrim pjesë në ringjalljen e tij. Ne kemi vdekur për mëkatin dhe për gjithë rendin e kësaj bote rebele dhe të ndotur. Dhe jemi gjallë për Perëndin dhe për gjërat e shenjta. Romakët 6:8 thotë, tani nëse vdiqet me Krishtin, ne besojmë gjithashtu që do të jetojmë me të. Efesianët 2:6 Pali thotë, sepse Perëndia na ringjalli nga të vdekurit së bashku me Krishtin dhe ne jemi ulur në të në vendet qiellore bashkë me Krishtin Jezus. Pse Pali kthehet në pagëzim dhe besimin e tyre? Sepse mësuesit e rem u thonë atyre se ka nevojë për diçka tjetër, për më shumë. Duan diçka më shumë se Krishti. Sepse Krishti nuk është mjaftueshëm për ta. Dhe përgjigja e Palit është jo. Nëse keni Krishtin, atë keni gjithçka. Gjithçka që ju nevojitet. Dhe në fakt e keni pasur që nga fillimi të Pali. Besimi juaj shprehu në pagëzimin tuaj ju bashkoi me Krishtin. Ju tashmë keni gjithçka, keni një jetë me bollëk. Qëllimi i Palit në këto vargje është të kujtoj kolosianëve, edhe ne besimtarë, se ata kanë vdekur për epokën e tanishme të ligë dhe se janë ringjallur me Krishtin dhe kanë zemra që i përkasin një botë qiellore të ripërtërirë. Ky është themeli mbi të cilin ne ndërtojmë refuzimin e mëkatit dhe përqafimin e shenjtërisë. Pali pra fillon argumentin e tij në vargun 1, në qoftë se para u ringjallur me Krishtin. Por kuptimi në greqishtë në origjinalin nuk është në qoftë se në një formë dyshimi, pa sigurie. Është si themi që kur, që në momentin, me qenë se u ringjallur, është fakt, është diçka që ndodhi në mënyrë të padyshuar. Nëse mund të bëj një krahasim, po të mendojmë kur ishim të vegjël, për shembull mua më ka ndodhur. Edhe ja sillin në majtë hundës prindërve, duke bërë këto gabime. Edhe ata zemroheshin dhe për shembull i madh, do më thoshte, në qoftë se je djali im, i lutem ta bëj këtë dhe nuk do dilje kundër vullnetit tim. Kjo nuk vjen në dyshim që unë isha djali i tij. Fakti që ti je djali im, do ecësh me parimet e familjes, atë që unë të kam mësuar, atë që ti i përket. Edhe këtë po thot Pali, po thot në qoftë se pra u ringjallët dhe ju u ringjallët me Krishtin. Pali po na thot që tani ju keni një natyrë tjetër sjellje. Ju i përkisti Jezusit dhe si të tillë duhet të jemi si Jezusi. Duhet të ngjajmë atij.
Meqense jemi ringjallur me Krishtin, ose pra u ringjallur me Krishtin, fokusi i jetës tonë, dëshirat e zemrave tona duhet të jenë te Krishti, në gjërat qiellore, dhe jo në gjërat e kësaj bote. Ky është kuptimi këtu. Nëse ringjallemi me Krishtin siç jemi me të vërtetë ringjallur me Krishtin, atëherë kjo ka një rrjedhojë për sjelljen e jetës tonë. E cila është rrjedhoja? Po meqense jeta jonë është e bashkuar me Krishtin, ne duhet të kërkojmë gjërat që janë atje lart, ku Krishti është. Domethënë të kërkojmë qiellin. Kërkoni ato gjëra që janë lart, vazhdon vargu parë. Fjala kërkoni nuk kupton një sjellje të vazhdueshme. Një besimtar kërkon gjërat e qiellit jo një herë, jo dy herë, jo një muaj, jo një vit, por në vazhdueshmërinë e gjithë jetës së tij në tokë. Sepse asaj mbretëria i takon qiellit. Të themi që është një stil jete të kërkosh gjërat e qiellit. Pse duhet të kërkojmë gjërat e qiellit? Sepse Pali thot, argumenti është aty është vendi ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndis. Kështu vazhdon vargu. Kërkoni gjërat që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtën e Perëndis. Pas ringjalljes së tij, Jezusi u ngjit në qiell. Ai është atje dhe kështu shpresa, gëzimi dhe qëllimi ynë janë atje. Ai është ulur në të djathtë të atit të tij, dhe është plot autoritet dhe është në lavdi. Ne duam që të jemi atje me të. Ne jemi qytetarë të qiellit, por jemi dhe ambasadorë këtu në tokë. Qielli është shtëpia jonë. Aty është qytetaria jonë. Pali shkruan në Filipianët, kapitulli 3, vargu 20, sepse qytetaria jonë është në qiell prej nga edhe nga presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht. Pra nëse vdiqem me Krishtin, u ringjallëm bashkë me të, edhe ne jemi qytetarë të qiellit. Sepse prandaj presim shpresën tonë, shpëtimtarin tonë Zot Jezus Krisht, i cili është në të djathtë Perëndis në lavdi. Në vargun 2, keni në mendje ato që janë lart, jo ato që janë mbi tokë, vazhdon Pali. Po pse Pali thekson rëndësinë e të përqendruarit të mendjeve tona tek gjërat lart? Pra kërkoni gjërat lart, mendoni gjërat lart. Sepse mendjet tona, mënyrat menduarit tonë, ka shumë rëndësi. Mendimet dhe jeta jonë mendore ka shumë rëndësi. Ajo për të cilën ja kushtojmë mendjen, është ajo që ne na formon. Nëse fokusi ynë është në gjërat e kësaj bote, po gjërat e kësaj bote dominojnë mendjet tona. Ato do t'i mbytin gjërat shpirtërore dhe gjërat qiellore. Kjo nuk do të thotë që është gabim të planifikojmë pushime, të planifikojmë ose të mendojmë për një jetë më të mirë, ose ku do të shkollohemi, apo si do të shpenzojmë të ardhurat, apo çfarë do të bëjmë diçka më mirë për jetën tonë. Jo. Ideja është për çfarë mendojmë shumë, ku e investojmë mendimin më shumë, sepse kjo do ndikojë në mënyrën se si jetojmë dhe për çfarë jetojmë. Nëse i mbushim mendjet tona me shfaqje televizive, me media sociale, padyshim që do të konsumohemi nga mendimet e kësaj bote. Shikoni përreth. Njerëzit po ndërtojnë jetën e tyre si në televizione. Shembujt e tyre janë shembujt e ekraneve. Dhe shikojnë të ardhmen si në rrjetet sociale. Vishen dhe po ndërtojnë jetën e tyre si bota. Si ato që i ofron televizioni, ekrani. Janë të fokusuar në emisionet e YouTube-eve apo në shembujt e Instagrameve.
Edhe për fat keq, jo pak të krishterë janë në mezin e kësaj lloji mendësie. Tani, nëse i një biri i Zotit, duhet të jesh sa më i ngjashëm me të. Çfarë lidhje ka Jezusi me sjelljen e kësaj bote? A duhet i pëlqejmë botës apo duhet i pëlqejmë Jezusit? Është koha që krishteri të shkëputet nga kjo, duke zgjedhur të zhytet në shkrimin e shenjtë dhe të ekspozohet ndaj literaturës së krishterë, edhe mendimit të krishterë. Ne do ta ngrem mendimin tonë në një nivel tjetër, në një nivel që jep lavdisë Perëndis, nëse ne zhytemi dhe përqendrohemi në shkrimin e shenjtë. Nëse mendimet tona janë për Jezusin dhe kush është ai dhe çfarë ka bërë për ne, atëherë ne në mënyrë të pashmangshme do të jetojmë si ata që kërkojnë parajsin. Pali diku tjetër na thotë se të përqendrohesh në mishin është vdekje, por të përqendrohesh te fryma është jetë dhe paqe. E di që kjo kërkon përpjekje, edhe nuk ndodh me një natë, nuk ndodh pa u munduar, kërkon vendosmëri, kërkon kohë, kërkon përpjekje mendore, fokus në mënyrën se si mendojmë për jetën tonë. Ne duhet të kultivojmë fokusin e mendjes sonë te gjërat që janë lart. Romakët 12:2. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj të parë, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri, vullneti i Perëndisë. Të kërkosh gjërat që janë lartë, të mendosh gjërat që janë aty lart. Aty ku Krishti është ulur në front, fitimtar, është vërtet e mençur. Dhe Zoti këtë do. Është si dikush që kërkon arin. Por nëse ti merresh me gjëra toksore dhe investon mendimin tënd, jetën tënde në mënyrë dhe shqetësohesh më shumë për gjëra toksore, jo detyrimisht mund të jetë e gabuar, por e zbedh dhe të largon nga fokusi te Jezusi. Dhe kjo nuk është si kërkosh arë, por është si kërkosh bakër. Dhe të thuash bakri është një vlerëshëm se ari. Dhe kjo nuk është mençuri. Dhe fatkeqësisht, shumë krishterë jetojnë kështu. Vargu 3 dhe 4. Sepse keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndim. Po pse është jeta jonë në Krisht me Krishtin e fshehur? Po kjo botë nuk e ka njohur Jezusin. Nuk do të njohë as ty. Jeta jonë në Krishtin është e fshehur për këtë botë. Për këtë botë, jeta jonë nuk ka asnjë lidhje. Sepse Krishti është jeta jonë. Dhe kjo botë nuk i njeh Krishtin, që është jeta jonë. Prandaj nuk është e dukshme për gjithë, dhe është e fshehur thot Pali. Por anë duhet mbetet e fshehur. Jo thot Pali. Vargu 4, kur të shfaqet Krishti që është jeta jonë, atëherë dhe ju do të shfaqeni në lavdi me të. Do të bëhet e dukshme kur Krishti të kthehet. Ai do të vijë nga qielli dhe do të jetë i dukshëm edhe një herë në tokë. Dhe atëherë do të jetë e qartë se kush i përket atij. Ai do të jetë përgjithmonë me popullin e tij në lavdi. Jezusi është gjetur në të djathtën e Atit, që është vendi i fuqisë dhe i autoritetit, ku do të mbretërojë derisa të gjithë armiqtë e tij të vinë në këmbët e tij. Por ai po kthehet për të ribashkuar qiellin dhe tokën, dhe i gjithë populli i tij do të gëzojë një përjetësi lavdie me të. Kjo është trashëgimia jonë, dhe kjo është siguria jonë.
Pra, filloni të mendoni tani për atë që do t'ju pushtoj mendjen për gjithë përjetësinë. Ky është themeli. Meqense se i përkasim Krishtit, kemi vdekur për epokën e tanishme, që është e likë. Jemi ringjallur në Krishtin, si krijime të reja, për një botë qiellore të shpenguar. Thjesht duhet të jetojmë sipas asaj që jemi, sipas asaj që Krishti na ka bërë. Pyetjet që duhet i bëjmë vetes janë: kur njerëzit shikojnë jetën tonë si të krishterë, jetën e kishës, apo pyesin ata dhe po i thon vetes, ka diçka të fuqishme që vepron këtu, diçka që ne nuk e kuptojmë. A biteshin njerëzit të dëgjonin se ju jeni ringjallur në një jetë të re, një jetë plot dashuri për Perëndin? Sepse në fund të fundit, ky është një besimtar.